Atmosfera është jashtëzakonisht e mirë, saqë për shkak të formës që po kalon Kosova, nuk është fort e rëndësishme se cili kundërshtar mund t'i bie. Po them pak me shaka për shkak që edhe në ndeshjet e fundit, 3 ndeshjet e fundit ka besuar vetëm një gol dhe ka shënuar fitoren ndaj një Suedie 2 herë brenda dhe jashtë, që mendoj që aktualisht është rezultati apo fitoria më e rëndësishme në historikun e kombëtarëve të Kosovës që ka nisur nga viti 2016 nga pranimi. Por realisht ashtu siç e the edhe ti në hyrje, mendoj që kjo kampanjë kualifikuese e Kosovës është më e mira deri më tani që nga pranimi, jo vetëm në kualifikimet e boturit për radhët e Evropianit, numri i pikëve pra 11, struktura e lojtarëve dhe paraqitja siç e thash sidomos ndaj Suedisë dhe këtë ndeshje e dytë ndaj Zvicrës, po tregoj një pjekurin, mund të them unë, një maturin nga ana edhe lojtarëve, por edhe e trajnerit.